një befasi ku ne nuk mund të anashkalojmë për arsye se janë të caktuara nga Zoti dhe gjithçka që vjen nga Zoti duhet ta mirëpresim dhe ta kalojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, me durim, me sabër dhe me gjithmonë me motiv që ta kalojmë. Në mars të 2012-s unë kam pasur një aksident me veturë, shumë të rëndë, edhe aty ka ndodhur domethënë lëndimi i këmbës time dhe kemi bërë një pauzë pothuajse një vit pa aktivitet sportiv. Pra aksidenti është ai që u dëmtoi këmbën. Pikërisht. Aksidenti ka qenë. Si ndodhi? Ishe ti duke ngarë veturën apo si? Mund me caktu vendin, po mënyra se si ka ndodhur është nuk e di. Edhe është befasuese se nuk i di, edhe tjerëve kur i kam thonë më herët qysh nuk e din, është vërtet që nuk e di. Ka ndodhur në rrugën Hajvali-Prishtinë. Edhe ato ka qenë, domethënë. Ishe duke ardhur? Unë kam qenë duke ardhur në drejtim të Prishtinës. Okej, sigurisht me shku në lojë apo në trajnime apo diçka. Po, jam kanë qenë duke shtuar në stërvitje. Si e përjetove fillimisht? Okej, ky insert nuk po të kujtohet, po pastaj si e përjetove kur e kuptove që... Pastaj kam qenë disa orë në koma dhe tek kur e kam parë veten në emergjencë në ÇKUK. Pastaj fatmirësisht unë atëherë kam qenë në vitin e 4 studime dhe shumica e profesorëve dhe asistentë ka qenë njohur edhe më kanë njohur si student i tyre, kam bërë maksimumin e mundshëm, edhe i falenderoj përzemërsisht, nuk po më kujtohen tash me emra të gjithë. Mirë, po ka qenë rëndësishme edhe pyetja por që kam bërë në momentin që më kthjell, kam thonë a do të mund me luaj futboll. Pra kjo ka qenë pyetja. Këtë kishe shqetësim. Profesora dhe stafi që e kam bërë, çfarë kam pas shqetësimin. Përgjigje s'kam marrë në atë moment absolut. Sepse nuk kipet përgjigje ato edhe është etik mjekësore që të ruhet pak profesionalizmi. Pastaj kemi vazhdu kështu me operim, tutje, rehabilitim shumë ngadalshëm mirë, po prapë nuk kam mund 100% të kthejmë në... Tentove të rikthesh, të luash pastaj? Kemi tentuar të rikthehemi, fatmirësisht s'kam pas asnjë problem, mirë, po pauza e bërit veten, edhe mandej unë kisha rrugën tjetër stomatologjisë paralele që vazhdojsha studimet edhe e po shumë nevojshme të arsyeshme që ta ndërpres këtë rrugën në futboll dhe të vazhdoj rrugën tjetër. Ndoshta ka qenë një hajër mesin e sherrit. Sigurisht një rrugë tjetër e ke marrë, po... Se ndoshta nuk kisha mundur kaq lehtë ta definoj rrugtimin tim. Ndoshta i kisha qenë të dyja paralel dhe kisha më pas njërin. Në fund, kështu që... Ke qenë atë kohë në dilemë nga t'jam bashkë, sepse t'jesh student i mjekësisë, stomatologjisë dhe të merresh me futboll. Kam qenë një dilemë vërtet në 2006-ën, kur ka qenë i njëjtë vetë ku unë kam nënshkruar kontratën profesionale për Elpor me FC Prishtinë dhe në atë vetë kam pas provimin pranues stomatologji. Kështu që kam pasur biseda me familjen dhe me rrethin që përkushtov studime dhe leje futbollin. Mirë, ka qenë e pamundur. Dhe kam vendosur që t'i vazhdoj të dyjat, mirë, po ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, një sakrificë jashtëzakonisht e madhe për arsye se të dyja rrugët dojnë një angazhim, një punë, një disiplinë shumë të madhe, edhe duhet të dhësh maksimumin të dyjas. Prandaj si dihet fakulteti i mjekësisë është për fakultete më vështira që don një përkushtim maksimal, po edhe FC Prishtina ka pas një konkurrencë hatashëm brenda klubit që gjithmonë edhe ka kërkuar që çdo stërvitje të jesh 100% që të kesh një vend formacion ose të jesh në bërje. Po them me nëse nuk kishte ndodhur aksidenti, ku e shihje veten ti në futboll? Këto soher kam pas mendje ta definoj, nuk kam arritur kur. Nuk ke mujt? Nuk kam mujt. Edhe jam shumë i sigurt që nuk do të kisha mujt me përfundu karrierën e futbollistit në mënyrë vendosme, në mënyrë brenda ditës ose brenda javës. Ndoshta i kisha përcjell të dyjat për arsye se futbolli në atë kohë nuk ka kërkuar një angazhim ditor maksimal, ndoshta 3-4 orë stërvitje, mirë, po kish penalizuar rrugën